Fenomeni i momentit mban emrin Gjesti. Ai ka shkuar në finalen e këtij rrugtimi në shtëpinë e famshme në Shqipëri dhe sonte do të përkrahet masivisht nga fancat, të cilët do të udhtojnë nga Kosova. Lajmin për udhëtimin e fancave nga Prishtina për në Tiranë e ka bërë menaxheri i Gjestit, i cili ka bërë të ditur se shpenzimet do të jenë falas për të gjithë ata që do të mblidhen. Fancat në komente i kanë uruar Gjestit fitores, si dhe kanë bërë thirrje që ata që shkojnë në Tiranë të mos sjellin ndonjë të papritur. Na duhet të rikujtojmë se Gjesti ka arritur të dallohet si një prej konkurrentëve më të dashur dhe më të diskutuar. Me stilin e tij unik, praninë karizmatike dhe një aftësi të jashtëzakonshme për të komunikuar për të fjalëve, ai ka krijuar një lidhje të veçantë me publikun, publik i cili sonte pritet t'i japi fitoren e madhe. Në një kohë ku shpesh fitoria ndikohet nga shifrat, Gjesti ka treguar se ndjenja dhe origjinaliteti vlen më shumë se çdo statistikë. Nëse fitoria i takon atij që arrin të lërë gjurmë, atëherë Gjesti e meriton se kushdo tjetër dhe fancat janë më se të bindur për këtë. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.